hetimet për parimin ndiq paran janë shumë të vështira kudo. Më kujtua para pak vitesh se si disa gazetarë gjerman hetuan një kompani nafte të një shteti si Azerbajxhanës. Dhe ta nuk e dinin kush ishte ky, ishte një kompani që bënte 500 milion euro xhiro në Gjermani. U nisën gazetarët gjerman, shkuan dhe në malin e malit të një në Azerbajxhan, zbuluan që personi ishte një bari. Pra, me emrin e personit, me ID-n e tij, kishin bërë kompani që shiste naftën e Azerbajxhanit tipik prestanome. Pra, kjo është. Duke që ishte një kompani e përdorur nga politikanët e tij. Ata kanë kryqëzuar, sa ty për shembull, është shoferi Mirlinda Kaçanaj, që i herë thotë që unë se di kush është kjo shtëpia, pastaj thotë jo, kjo shtëpia ka 2 vjet, që është e Kaçanajs, unë e kam çu vet aty. Pra, një është dëshmia e shoferit. Dy është dëshmia e atij që e ka blerë për llogaritë e Kaçanajt, që e ka thënë Spakut. Këtë po them, nuk po e them unë, po do e zgjidhim njëri tjetrin në gjykatë ato. Ka shumë informacione edhe në DNI, edhe publike, edhe jo publike, të cilët verifikojnë dhe thonë që kjo është një dosje e përkohur për mënyrën si është realizuar edhe për shkak të vështirësisë së asaj që po diskutojmë, që është thjesht një gjë me cilën kemi ardhur deri këtu, sepse hetimet janë bërë dhe këto 2-3 muajt e fundit kur zonja dhe zotëria në kërkim për që është Shqipëri, kanë qenë në mas. Filan fabrike ka Ilir Meta. Gjithmonë kam pyetur veten. Nëse me letra ka Endri Gjafo, çfarë i detyron? Mos u bë kaq naiv tani me tema. Po më lëmë kaq naiv tani. Çfarë naiv tash? Do ma dëgjosh pyetjen o ti. Kjo është lidhja e biznesit me politikën tani. Po kshu është tani. Po më lëmë pra ta mbaroj pyetjen. Sot që Ilir Meta ka rënë nga fiku, është në burg, nuk ka as çuna, as i gjë. Çfarë më detyron mua të jap dividendet paguaj Ilir Metën? E drejta për ta shit pronën, tash në moment bam për ta shit. Po s'është fare diskutimi ky. Po ja pra kjo është historia e prestanomeve që thoni. Pra, po sigurisht që politika e përdor prestanomet i ka përdorur dhe fakti që Spaku bëj zbulon është një mirë. Në përditshme është më e thjeshtë se kaq. Se çfarë ndodh më pas ka pik interesi. Po vetë puna në gjykat. Ti ke hallin se si të zgjidhin këta me njëri tjetrin, po ç'do duhet ne. Ka interes publik fare kjo. Neve na duhet këta kanë vjedhur për shembull. Spakut implikohet edhe banda Troplini në Durrës. Aty implikohen të gjitha para punës. Kryetari i bandës me çashohun, sipas kësaj dosje, është zoti Ergys Agasi. Pa ai ka qenë koka. Zoti për gjithë më kënaq është jetë. Edhe zonja, edhe ke parasysh, po çfarë them? Kudo që të shohje zoti ka politesë. Zoti Çipa, zoti Gjafo. Ka gjë, kur unë thoj Ergys Agasi në studios përmendej fare në shumë smundë, se kam problem fare për këtë arrëmbytje, kupton? Po se duhet të trend në zërin, po ishte ironia ajo zoti Ergys Agasi, sepse këtu shteti e Diramës, se këtu do diskutojmë, gjen një TV qelsi Ergys Agasi dhe i jep shtetin dhe ja var shtetin qaf. Edhe ne diskutojmë, Çipa thot me të mirë, me të drejtë që ndoshta këtu e bërë ca shërbime, po këtu, kur hiku Gysi me atë tjetrin, që kishte do bleti jahtë, thoshte ky, me lekë të shqiptarëve, lekë të Sandrit dhe të Bledit, do blej dhe jahtë, do bëjmë dhe milioner, kishte Topics, ky Ermal Beqari, ky Beqiri, këta dy kanë në dorë shtetin digjital dhe më beso, shteti digjital dhe siguria shtetit digjital është sigurisë kombëtare, dhe sigurinë kombëtare e Shqipërisë kanë këto dy personazhe. E kupton?